Ajni lodhë, si jeni? Sot pra dështoj për të 17 herë me radhë votimi për formimin e komisionit i cili e mundëson votimin e fshet për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit. Pra për 17 herë radhazi, partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë në votim, me arsyetimin që problemi është tek Albulena Haxhiu, tek emri i cili është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërkohë që po të kishte qenë ky problemi, ata do ta kishin bërë të mundur, pra do të kishin bërë shumë mirë nëse do ta votonin komisionin për mundësimin e votimit të fshet, dhe ndërkohë që me procedurën e votimit të fshet do të mund ta shfrytëzonin të drejtën për të mos votuar pro kandidates që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, pra nga partia fituese zgjedhjeve të Nënshkutit. Pra po e shohim që e kanë të njëjtin argument që po e përdorin vazhdueshëm për të njëjtën arsye për të vazhduar edhe më tej blokadën në kuvendin e Republikës Kosovës, ndërkohë që ne si Vetëvendosje në vazhdimsi kemi thënë që ky është qëllimi i partive opozitare në kuvend, pra vazhdimi i blokadës dhe pamundësimi i konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, duke mos marrë pjesë madje për 17 herë radhazi as në votimin për të krijuar një komision i cili e lejon procedurën e fshet. Pra është një procedurë cilës do duhet i nënshtrohej secili deputet në kuvend Kosovës me votë, ndërkohë që i kemi një numër të deputetëve cilët nuk marrin pjesë fare në votim, dhe kjo madje është edhe shkelje e vetë kushtetutës, sepse jemi të qartë në atë çfarë kushtetuta kërkon prej deputetëve kur jemi në procedurën e votimit për konstituim të kuvendit. Pra ne si Lëvizja Vetëvendosje kemi kryer obligimin ton duke propozuar emrin e kandidatit qysh në seancën e parë kur na është dhënë mundësia ta bëjmë një gjë të tillë, ndërkohë që jemi këtu prezent vazhdimisht për kaq shumë seanca radhazi për të votuar pro dhe për të mundësuar këtë procedurë të ecë përpara, ndërkohë që për 17 herë radhazi kemi të njëjtit deputet të partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës, cilët nuk marrin pjesë fare as në votimin e komisionit i cili e mundëson votimin e fshet. Pra, sikur të kishte qenë problemi me emrin e kandidatit siç ata janë deklaruar për kaq shumë seanca radhazi, thjesht do ta kishin mundësuar votimin e fshet dhe do ta kishin shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar kundër këtij kandidati që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sigurisht qëllimi është që të vazhdojë dhe më tej blokada dhe ata po e shfrytëzojnë këtë duke mos marrë pjesë fare në votim. Ndërkohë që më lejoni ta përmend edhe një tjetër fakt, një tjetër gjë shumë të rëndësishme, pra po ashtu sot janë bërë 3 javë që kur një grup i deputetëve të kuvendit Kosovës ka dërguar një kërkesë në gjykatën kushtetuese për të interpretuar pikërisht çështjen e procedurës së votimit të fshet, ndërkohë që ne mbesim ende sot pa një përgjigje prej gjykatës kushtetuese për atë se si duhet vazhdojnë tutje deputetët e kuvendit Kosovës, dhe po të njëjtën kohë jemi po ashtu në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese për një kërkesë që ka dërguar Lëvizja Vetëvendosje që ndërlidhet me votimin e mërgatës zgjedhjeve të Nënshkutit. Pra i kemi 2 kërkesa cilat po presin përgjigje për tu trajtuar për gjykatës kushtetuese, ndërkohë që në anën tjetër i kemi një numër të deputetëve cilët për 17 herë radhazi nuk marrin pjesë fare në votim dhe pa mundsojnë krijimin e komisionit për të ecë përpara me procedurën e votimit të fshet. Ne jemi bazuar në atë çfarë një akt vendimi i gjykatës kushtetuese ka thënë në vitin 2014, pra që ka ofruar mundësinë e votimit të fshet, dhe nuk besoj që kemi bërë një veprim të jashtëligjshëm. Megjithatë ne po presim përgjigjen e gjykatës kushtetuese për të na treguar se si do të vazhdojmë tutje, a do të vazhdojmë me procedurën e votimit të fshet, apo do të kthehemi në procedurën e votimit të hapur. Vetëm unë po mendoj që nëse gjykata kushtetuese do të thotë që të vazhdojmë tutje me votimin e fshet, atëherë po mendoj që këtu do ta kemi një shpërfaqe të radhës të partive opozitare, të cilat po e bllokojnë konstituimin e kuvendit pikërisht duke mos e mundsuar votimin e fshet, sepse ne jemi në të drejtën tonë duke shfrytzuar pikërisht një të drejtë që e ka ofruar një akt vendimi i gjykatës kushtetuese në një situatë tjetër në të kaluarën, pra për mundësinë e shfrytëzimit edhe të votimit të fshet, dhe po besoj që kështu s'jemi duke bërë diçka të jashtëligjshme.
ju punoni në gjykatën kushtetuese që po e dini si do të thotë gjykata kushtetuese? Do me thonë, ne jemi në pritje të përgjigjes së gjykatës kushtetuese. Unë nuk jam e sigurt nëse do të thotë kështu apo nëse do të thotë ashtu, sepse unë nuk e përfaqësoj gjykatën kushtetuese dhe jam shumë e sigurt që asnjëri prej neve këtu nuk e përfaqëson gjykatën kushtetuese dhe nuk mund të flasim me kaq siguri që gjykata kushtetuese nuk do ta thotë këtë, por do ta thotë këtë. Do ta presim vendimin dhe do të veprojmë bazë të asaj çfarë do të kërkohet nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Faleminderit.